Kryetaria e Bashkisë së Vlorës Brunilda Mersini gjendet në Emiratet e Bashkuara Arabe. Kryebashkiake e Vlorës është pjesë e delegacionit shqiptar të kryesuar nga kryeministri Edi Rama në Abu Dhabi, ku po merr pjesë në një forum të rëndësishëm ndërkombëtar që përmes ndikimit të drejtuesve të shteteve dhe liderëve të biznesit global hap dyer të reja zhvillimi dhe perspektivash për bashkëpunim të qëndrueshëm. Samiti i javës së zhvillimit të qëndrueshëm mbahet nën kujdesin e veçantë të presidentit të Emirateve të Bashkuara Arabe, ndërsa çështjet e energjisë dhe burimet ujore janë në qendër të diskutimeve. Shqipëria prezantoi se çfarë është bërë në dekadën e fundit, ku është investuar, ku janë gjitha potencialet për të investuar më shumë në energjinë diellore dhe atë të rërës, dhe të krijohet një portofol burimesh të ekuilibruara në mënyrë të tillë që të mos kemi nevojë të drejtohemi importit dhe të jemi plotësisht sovran, duke patur 100 energji të gjelbërt. Plani po ecën mirë sipas drejtuesve të qeverisë, prezantuar në Emiratet e Bashkuara Arabe, dhe besohet se në fund të vitit 2028 do të jemi plotësisht sovran, nuk do të blejmë energji nga jashtë. Ndërkohë, drejtuesit e shtetit shqiptar thanë në samitin e javës së zhvillimit të qëndrueshëm se Shqipëria ka një bashkëpunim strategjik, ndërsa ambicia së bashku me Emiratet e Bashkuara Arabe dhe me Italinë është një bashkëpunim tripalësh që do të krijohet një bazë ngarkesës në Shqipëri. Ky forum ndërkombëtar sjell së bashku kryetar shtetesh dhe qeverish, lider të biznesit dhe shoqërisë civile për të diskutuar sfidat dhe perspektivat e zhvillimit të qëndrueshëm në nivel global. Prezenca e kryetares së Bashkisë së Vlorës Brunilda Mersini në samitin e javës së zhvillimit të qëndrueshëm është mjaft pozitiv edhe për qytetin bregdetar, i cili pritet të përfitojë shumë nga ky samit në lidhje me projekte e bashkëpunime konkrete në të ardhmen.